Gjykata speciale në Hag vendosi që ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi të vazhdojë të mbahet në paraburgim duke u bazuar në rrezikun e arratisjes, mundësisë së pengimit të procedurës dhe rrezikun e kryerjes së veprave të reja penale ndaj dëshmitarëve. Vendimi u mor pas shqyrtimit të fundit dhe me argumentin se masat më të lehta nuk do të siguronin mjaftueshëm ruajtjen e integritetit të hetimeve dhe të sigurisë së procedurës. Zyra e prokurorisë specializuar theksoi se duke marrë parasysh kohën e kaluar në paraburgim prej 5 vitesh, potenciali për dënim të gjatë dhe progresin e procedurave, masa mbetet proporcionale dhe justifikuar. Mbrojtja e Thaçit kërkoi rivlerësim të masës duke argumentuar se përfundimi i fazës së provave në çështjet kryesore të vitit 2020 ndryshon rrethanat dhe duhet të lehtësoj kushtet e qëndrimit në paraburgim. Ish presidenti i Kosovës përballet aktualisht me 2 procedime të ndara në Hag, një për krime lufte që ka nisur në vitin 2020 dhe një tjetër për pengim të drejtësisë. Vendimi i gjykatës pritet të ndikojë në vimësinë e hetimeve dhe mund të jetë një referencë e rëndësishme për zhvillimet e mëtejshme ligjore ndaj tij.